Nesër do të mbahet afati i dytë i testit të maturës për të gjithë maturantët që nuk kanë arritur të kalojnë testin në afatin e parë. Në Gjakov, sipas të dhënave të konfirmuar nga Drejtoria Komunale e Arsimit, në këtë afat do të marrin pjesë 219 maturant. Testimi do të zhvillohet në 2 qendra, në Gjimnazin Hajdar Dushi dhe në Shkollën e Mjekësisë Hysni Zajmi. Drejtori kësaj shkolle bëri të ditur se gjithçka është përgatitur dhe qendra është gati për të pritur maturantët. Testi maturës për këtë vit, për afatin e dytë, afatin e kushtit, mbahet nesër me datën 29 gusht 2026. Shkolla jonë është përgatitur për mirëmbajtjen e testit maturës. Nesër i kemi 8 salla të nxënësve, ku përfaqësisht janë 105 nxënës, të cilët regjistrohen test maturës për afatin e dytë. Shkolla është e përgatitur, klasat të përgatitura, letrat i kemi qitë edhe sallat, edhe emrat e nxënësve për të gjitha klasat. Do thotë çdo gjë është e përgatitur që nesër në ora 10 të fillon testi maturës. Testi maturës do të mbahet nesër, duke filluar nga ora 10, ndërsa maturantët duhet të përmbahen udhëzimeve dhe rregullave të përcaktuara për procesin e testimit.